komunist duhet të jesh, domethënë që të thosh, po ti nuk jeton këtu, prandaj nuk duhet të votosh, domethënë kur ti je shtetas shqiptare zotëri. Të gjithë shtetet europiane që votojnë nga larg e kanë gabim. Ne që nuk e lejojmë ata të votojnë që janë ata që nuk janë në Shqipëri, ne kemi sakt. Na ku është logjika këtu? Fakti që jeton jashtë nuk do të thotë që nuk e din se ç'a ndodh këtu, madje shumë njerëz nga diaspora janë më të updetuar me politikën këtu se një pjesë e njerëzve që jetojnë këtu. Pastaj fakti që nuk jeton këtu nuk do të thotë që nuk ja don të mirën vendit. Pa ju fut fare asaj që thjesht si shtetas shqiptar ti ke drejtën me votu. Nuk ka asnjë lloj arsye sepse dikush nuk jeton këtu nuk duhet të votoj. Pastaj diaspora jona është tepër e përfshime në jetën e vendit tonë. Ata dërgojnë remitanca, vinë në mënyrë të vazhdueshme për pushime këtu, kush ka një pjesë familjes këtu, vazhdon të mbetet i lidhur emocionalisht e mendërisht me vendin. Kush jeton në Europë është 2 orë fluturim larg.